Në një kohë kur më urgjent kryeministri i vendit kërkon hartat prioritare nga Bashkitë për zbatimin e paketës së maleve, kryebashkiaku i Bashkisë Minoritare të Pustetit shpreh se interesi për investime në Prespa apo jashtë Vijës së Verdhë dhe shumë i vogël. Sipas Pali Kolevskit, fakti që i gjithë territori i kësaj bashkie është zonë e mbrojtur dhe burokracitë e shumta kanë sjellë mosbesim në radhët e banorëve apo sipërmarrësve për të investuar në shërbim të turizmit. Kolevski shkon më tej kur thosë se nevoja për investime në territorin e kësaj bashkie është e madhe, pasi dhe numri turistëve është rritur ndjeshëm. Vetëm për 10 muaj të 2025-s janë 17.000 të huaj të regjistruar, thot ai, ndërsa nevoja për të shtuar kapacitetet është e madhe, duke nënkuptuar që duhen lehtësira për banorët apo sipërmarrësit. Ne si kemi filluar punën, kemi ngritur komisionet dhe jemi duke evidentuar, domethënë janë kërkesat në bashkinë tonë janë shumë të pakta, për të cilët ne jemi duke shqyrtuar dhe jemi duke i parë, po besoj se edhe ne do përcaktojmë hartat shumë shpejt, vilës këto 2-3 ditë çdo gjë duhet të gati. Lehtësinë nuk besoj, çdo gjë duhet në kuadër të ligjit për zonat e mbrojtura. Ne do të përshtatemi të gjitha atyre domethënë kritereve që kanë zonat e mbrojtura, dhe në bazë të këtyre do veprojmë edhe për paketën e maleve në Bashkinë e Pushtetit. Po unë mendoj që është shumë e nevojshme që të krijohen lehtësirat, sepse edhe këtu, siç e dini, është potenciali turistik shumë i madh. Me një konsultim më të gjerë dhe me një veprim midis qeverisë qendrore dhe qeverisë lokale, kuptohet edhe duke konsultuar edhe për ligjin e zonave të mbrojtura, besoj se do ketë një impakt edhe këtu. Duhet të tregojmë sinqert në këtë. Mendoj se njerëzit gjatë kësaj periudhe do kenë qenë në një monitorium, le të themi, që për shkak të zonës së mbrojtur nuk kanë shumë besim, le të themi, që të investojnë. Parku Kombëtar i Prespës sot ka vetëm 5 guest house që presin turistët vendas dhe të huaj, edhe pse interesi ndër vite ka qenë i lartë për të ngritur bujtina. Ligji i zonave të mbrojtura nuk i ka favorizuar as pak ndërtimet, ndërsa tashmë edhe paketa e maleve duket një ëndër e largët për këtë zonë.